Pas paraqitjes së parë të detyrueshme në SPAK për muajin shkurt, ish-kryeministri Sali Berisha vuri theksin tek vendimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor, që refuzoi të nisë procedurën e verifikimit të statusit të gjyqtares së posaçme Irena Gjoka. Berisha i konsideroi si sklever të regjimit 6 anëtarët e KLG-s që morën këtë vendim. Këta persona të cilët shkelmojnë mbi një zinxhir, mbi një seri dokumenta zyrtare, shqiptare dhe ndërkombëtare, dokumenta të cilat i nërpresin automatikisht mandatin Irena Gjokës, këta janë më kriminal se vetë Irena. Për Berishën, Irena Gjoka ishte marrë në mbrojtje nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Mblidhet dhe me paturpsi thot se nuk është organi kompetent dhe se çështja i takon ILD-s. Ka thënë i takon, por nuk e çon në ILD. Shikoni ju se kush janë këta. Nga mikrofoni ku në VMC ka denoncuar me fakte nga dosjet hetimore apo dokumentacion të siguruar, të hënën ish-kryeministri zgjodhi të denoncojë përmes figuracionit letrar. Të kujton dramën e Eugen Ioneskut. Këtu bisha është Rama, Irena Gjoka si fenomen kriminalizimit të drejtësisë është noçka e bishës që prek institucionet shqiptare dhe transformon secilin prej tyre, çdo magjistrat, ish magjistrat, zyrtar që preket prej saj në një bish sa të përbuzur, aq dhe të rrezikshme për ekzistencën e shtetit të së drejtës. Faleminderit.